Kjo qeveri nuk ka legitimitet në fakt, sepse janë qeverinë e detyrë, nuk e kanë legitimitetin e plot, as me dialogu, po as me marrë vendime, sikur se po marrin. Përderisa nuk ka qeveri të re, të dalan nga zgjedhjet e nënshkurtit, çdo zyrtar i Republikës Kosovës nuk ka legitimitet për të shkuar dhe për të biseduar në dialog. Ka vështirësi për arsye se nuk mund bëhet takime të nivelit të lartë. Por megjithatë janë disa tema ku Kosova mund të përfitojë nëse ka konstruktivitet apo çështje konstruktive nga ana e Serbisë, edhe mendoj që do të ishte në rregull nëse ne I humbim këtë shanse për shkak se në Prishtinë ka pengesa në konstituimin e kuvendit. Për 4 vjet kanë qenë bllokuese të dialogut në fakt, dhe tash kur jemi në situatë të tillë, pa zgjidhje, pa konstituim të kuvendit, që po ndodh për shkak të tyre, ata po gjejnë kohë për me dialogu. Kjo qeveri nuk ka legitimitet në fakt, sepse janë qeverinë e detyrë, nuk e kanë legitimitetin e plot, as me dialogu, po as me marrë vendime, sikur se po marrin, sepse janë vendime antiligjore dhe antikushtetuese. Mandati I tyre ka skaduar prej nënshkurtit, domethënë është qeverinë e detyrë. Përderisa nuk ka qeveri të re, të dalan nga zgjedhjet e nënshkurtit, çdo zyrtar I Republikës Kosovës nuk ka legitimitet për të shkuar dhe për të biseduar në dialog. Është e paqartë se për çfarë bisedohet, duke qenë se as zoti Bislimi dhe as përfaqësues të tjerë s'kan legitimitet. Kjo është një qeveri në dorëheqje ose në detyrë, pra që nuk merret me çështje të mëdha kapitale. Nga ana tjetër, nuk e kam të qartë pse Brukseli I fton, duke pasur parasysh që në Kosovë nuk ka një qeveri legjitime, fuqi plot, e cila do të merrte vendime të rëndësishme për sa I përket dialogut. Fillimisht ai na tregoi me çastin që ai mendon se ta ketë në fazat tashme të bisedimeve, qoftë në nivel të kryenegociatorëve, qoftë edhe në takimet e larta ku pastaj u rriqen nga zonja Kallas. Dhe pastaj në takimin bilateral ngritëm një sër temash për të cilat besojmë se është shumë e rëndësishme sa më shpejt të kemi përgjigje nga Brukseli apo zgjidhje. Natyrisht se ka vështirësi për arsye se nuk mund bëhet takime të nivelit të lartë, por megjithatë janë disa tema ku Kosova mund të përfitojë nëse ka konstruktivitet apo çështje konstruktive nga ana e Serbisë, edhe mendoj që do të ishte në rregull nëse ne I humbim këtë shanse për shkak se në Prishtinë ka pengesa në konstituimin e kuvendit.